Partia Demokratike ka hedhur akuza ndaj qeverisë në lidhje me gjendjen reale të arsimit në vend, duke e cilësuar si një sistem në kolaps përtej statistikave që prezantohen nga institucionet zyrtare. Në një deklaratë për mediat, Lili Sula, drejtuesja e Departamentit të Arsimit në PD, reagoi ndaj rezultateve të fundit të anketës ndërkombëtare Talis, anketa ndërkombëtare e mësimdhënies dhe të nxënit, ku 52% e mësuesve shqiptar janë shprehur se kanë përdorur inteligjencën artificiale gjatë vitit 2024, ndërkohë që mesatari për vendet e OECD-s është vetëm 36%. Sipas Sulës, kjo shifër është jo vetëm e pabesueshme, por edhe një tregues i manipulimit dhe orientimit të mësuesve për të dhënë përgjigje që i shërbejnë propagandës qeveritare. Askush nuk mund të besojë se mësuesit shqiptar kanë lënë mbrapa 10 vende pas 16 deri dhe 18 vende mbrapa mësuesit nga vendet të zhvilluara të Evropës dhe të botës, si Austria, Holanda, Norvegjia, Belgjika, Finlanda, Shtetet e Bashkuara, vende që përdorimin e inteligjencës artificiale dhe të programeve për progresin digjital e kanë bërë pjesë normale të procesit mësimor. Duhet të theksojmë se Talis bazohet në plotësimin e anketës nga ana e mësuesve dhe jo në testimin e aftësive të tyre digjitale. Nga ana tjetër, vetë raportimi është subjektiv sa dhe i orientuar dhe nën pikqyrje për të plotësuar anketën ashtu siç e kërkojnë EPROR-ët. Arsimi digjital është vetëm në letër, ndërsa mburrja e kryeministrit me tamtame për mësues të kënaqur me profesionin, për mesataren e lartë të mësuesve që përdorin inteligjencën artificiale, është tjetër fasadë qeveritare për të fshehur kolapsin në terren. Është e ditur se shumica dërmuese e shkollave tona s'kan as internet, as kompjuter, as laborator funksional. Lënda e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit nuk zhvillohet fare, as në ciklin nëntëvjeçar, as në atë të mesëm. Nxënësit i dorëzojnë librat në fund të vitit shkollor të papërdorur ashtu siç e kanë marrë në fillim të vitit shkollor. Lëndën e etikut e zhvillojnë mësues që nuk janë diplomuar në fushë të teknologjisë dhe të informacionit, por mësues të diplomuar nga degë të tjera, si dhe mësues që kanë nevojë për plotësimin e ngarkesës së detyruar mësimore. Mësuesve tanë me ç'duket u është kërkuar të përfshin edhe përdorimin e celularit dhe të grupeve të WhatsAppit, sepse ata vetë dinë pa aq mirë sa nxënësit, prindrit dhe shoqëria, se më shumë se 60% e mësuesve të ciklit të ulët nuk dinë ta përdorin kompjuterin, edhe në mes të Tiranës. Ndaj këto shifra nuk janë realitet, por propagandë e paketuar si statistikë. Ndër të tjera, Sula u shpreh se propagandës nuk mund t'i besohet kur problemet reale të arsimit janë të dukshme dhe të thella.